Edhe ata si kryeministri, ata janë ushtruar detyrët tash ose në detyrë quhen tash zëvendësa, nuk janë zëvendësa. Me ligj nuk e di që është keq, po e pa hishme tash, e pa nevojshme realisht. Jo, nuk janë kështu. Edhe nuk e shoh pse duhet mendohen në këtë mënyrë tani. Unë besoj që ma më rëndësi është me u angazhu punë me i kry, qeveria ato punë që janë që mujnë me u kry, po këto emërimet e këtilla tash nuk e kanë shihet mirë, kryen fushat, nuk duken mirë. Apo bëhen pura politike para fushatës? Po nuk duken mirë, pra me i bën fushat, janë shpallë zgjedhjet, janë 40 ditë veç dhe në zgjedhje, nuk janë tishme, nuk e kuptoj pse i bojnë. Po ne punojmë vazhdimsi, pra kuptohet i kryjmë detyrat tona, kemi qëndruar afër strukturave, votuesve, temave, edhe jemi të gatshëm. Lishtë shon i prinë Ardian Gjini, pra është mandatar për kryetar qeverie, një njeri vërtet me par excellence politik, një shembull i politikës, tani është kryetari i Gjakovës, që është edhe një shembull i qeverisjes mirë. Unë besoj që do të kemi sukses këto zgjedhje. Ne pas në provincën Vučićit thënë kemi luftuar mos milon Kosovën me hyrë NATO. Na jo ndajë nuk kemi bë kur luftë me frak, ne bëjmë luftë me do tema shumë të rëndësishme për vendin tonë, me qëllim e përmenda rezolutën e 3 kongresmenëve. Është mas e ditë në tash e pjesë edhe angazhimit tim, edhe është në atë planin tonë, edhe pse ma ngadalë, se s'kam qenë detyrë, po ma ngadalë, po punojmë që Kosova me hyrë NATO. Pra ju e tha, e ndëgjut në fjallën time këto, me u forcu vetë, edhe mu lidhe me Amerikën, pra mu lidhe me sigurinë. Këto po i bojmë. Në Kosovë nuk është zgjedhje mjaftueshëm statusi zjarfikës, është e vërtet e di temën, janë në të njëjtën kohë kompetencë e Ministrisë së Brendshme, nivel nacional dhe në komuna. Mirë po, ajo që kom pas, për kthejmë edhe në Amerikë, ata i kanë aftësu shumë zjarfikësit. Zjarfikësit janë si me qenë një njësi ushtarake, janë të motorizuar, kanë gjitha pajisjet, janë zotë, dhe na du të me i forcu. Tani unë e di që ka ndohë këtë diskutimi, prezident zjarfikës. Jo, me të vërtet janë të rëndësishëm. Edhe shihemi prapë media.